biznese që ato të ndjejnë të integruar në shoqëri, jo thjesht të shkojnë te psikologu. Për të dytën mbledhje radhasi, pika e rendit të ditës që lidhe me miratimin e planit vendor të veprimit për barazinë gjinore 2026-2030 u shoqërua me debate në sallën e Këshillit Bashkiak Durrës, pavarësisht ndryshimeve që ishin bërë në relacion lidhur me terminologjinë e përdorur. Këshilltarët demokrat deklaruan votën e tyre kundër. Këshilltarja Edlira Harisi kërkoi nga kryetarja e bashkisë Emiriana Sako statistika lidhur me shërbimet sociale dhe mbështetjen që u jepet kategorive në nevojë. Dhe vëmendje veçantë duhet të kushtohet, mendoj unë, nënave familjare që janë të vetme, që mbajnë që rrisin fëmijët e tim dhe që mbajnë barën ekonomike apo përgjegjësinë për rritjen të vetme të fëmijëve. Por këto familje nevojiten politika më të mirëmenduara dhe më aktive edhe për punësimin e nënave, edhe për mbështetjen sociale, por edhe akses për fëmijët e tyre. Nuk keni asnjë informacion në çfarë shërbime jepen në Bashkinë e Durrësit. Ne kemi, po ju jap disa shifra, raporte të vitit 2025. Janë 7 qendra në Bashkinë e Durrësit që japin shërbim dhe 4 janë të hapur vetëm gjatë mandatit që unë drejtoj Bashkinë e Durrësit. Në Bashkinë Suk dhe në Bashkinë Rashbull, përpara reformës territoriale, as nuk mendohej që të jepej shërbim social kur drejtonte partia që ti përfaqëson. Sot, në këto njësi administrative, jo vetëm që janë ngritur strukturat, po merret shërbim nga qindra qytetarë, të cilët janë vendosur aty. Ky plan gjithashtu është një instrument shumë i rëndësishëm për grantin që merr Bashkia e Durrësit nga qeveria shqiptare. Pra, në një sistem pikëzimi që është vendosur për çështjen e transfertave, ne do të kërkojmë që me planin e miratuar do të marrim rreth 9.5 milion lekë më tepër, me planin e refuzuar nga Këshilli do ta humbim këtë mundësi. Debatet e krijuara në mbledhje, kreu i grupit të këshilltarëve të PS-s Roland Xhelilaj i klasifikoi si politike, ndërsa këshilltari Florian Tahiri, i cili në mbledhjen e kaluar abstenoi, këtë herë deklaroi votën pro pas ndryshimeve të bëra. Gjithë komentet që bëni ju këtu janë leksion politik. Të vazhdosh në linjën atyre që përfaqësojnë atje lart në kuvend, që me përpjekjen e tyre nuk arritën dot ta rrëzojnë këtë ligj. Pse unë votova abstenimi ishte për shkak të termit transformim gjinor, që normalisht në terminologjinë dhe për ne shqiptarët, ndoshta nga përkthimi juaj, për ne vredeshin shumë, sepse ne fjala transformim është diçka tjetër. Për mua si individ ekzistojnë vetëm 2 sekse, mashull dhe femër, siç na ka bërë Zoti, të parë që shkojnë te ginekologu, dytët që shkojnë te andrologu, ndërsa tretat shkojnë te psikologu apo te doktoreshe të lira. Kjo terminologji transformim gjinor u modifikua, pra u hoq nga plani. Unë sot e votoj pro kur të vi momenti i votimit. Plani vendor kaloi me 27 vota pro dhe 6 kundër, por pas miratimit këshilltari Ardian Muka, duke ju drejtuar kolegëve të PS-s, tha se për këtë vot pro do ju dënoj historia. Me këtë kalim që i keni bërë këtij ligji, nuk i keni dhënë të drejtën grave dhe burrave dhunuar, atyre që janë nevojë, por i keni dhënë të drejtën dhe atyre 46 kategorive që unë përmenda më sipër, të cilët në bazë të ligjit, dhe ligji është i gabuar, por neve nuk duhet binim në të batak, le të rrinim dhe thonim vetëm gratë dhe zonjat, paktën këtu në bashkinë tonë, do ju dënoj, besoj, historia, uroj që mos ju ndodhi ato që i ndodhi Elon Musk, por kur i ndodhi atij, imagjinoj se çfarë rreziku jemi neve të gjithë tjerët. 9 pikat e tjera të rendit të ditës, pjesa më e madhe të cilave lidhe me procesin e rindërtimit, u miratuan me votat e të gjithë këshilltarëve të pranishëm në mbledhje. Faleminderit zonja Musaraj, Komisioni i Kulturës, Arsimit, Rinisë, Sporteve.